Ne nuk kemi asnjë përpjekje që edhe këto shpenzime që bëhen të kursehen ose të administrohen më mirë. Për shkak që unë e shikoj të kolaps të pashmangshëm, sepse këto janë të shifra shumë komforte të demografisë. Kisha një pyetje për fund, për shkak të minutazhit, që është kriza e katërt apo kriza ndërkombëtare, e cila duket që ka rritur jo vetëm çmimet e naftës dhe të gazit, pra çmimet e energjisë dhe çmimet e transportit, po duket që do jetë një krizë e përgjithshme botërore në varësi të zgjatjes, e cila natyrisht nuk mund të papreku të Shqipërinë. Si mendoni se do ndikojë kjo, domethënë, përveç se sa ka ndikuar deri tani? Po ne do kemi ndikim të shumë fisht. Edhe kjo nuk lidhet vetëm me çmimin e naftës, si po ashtu në zinxhirin e vlerës ka impakt në tëra sferat e ekonomisë edhe të cilësisë së jetës, por lidhet edhe me shumë elemente të tjera që prekin drejt për drejt ekonominë e Shqipërisë, lidhet me tregtin, në fundit partneri kryesor tregtar i Shqipërisë është një partner kryesor, pra partneri i tretë është Kina dhe tashmë është rritur kosto e transportit detar, kostoja e tregtisë, pra edhe mallrave që vinë rritet duke shkaktuar inflacion. Si në sektorët kryesorë të ekonomisë. Sektori tjetër që është bërë kryesor i ekonomisë në Shqipëri është padyshim është për turizmi. Turizmi për shkak të krizave ndërkombëtare njeh kurje, jo vetëm se rritet kostoja e transportit ndërkombëtar, por sepse njerëzit tremben edhe rrezikojnë. Dhe frika ime është që nëse përshkallëzohet më tutje, Irani mund të përdor edhe rrjetet ndërkombëtare të terrorizmit, sepse duket qartë atë që strategjia kryesore e Iranit është ajo që quhet përshkallëzim horizontal. Pra duke qenë se nuk mund të konfrontohet drejt për drejt në një betejë me përsinë luftarake teknologjike që ka SBA-ja dhe Izraeli, reagon duke përhapur krizën në nivel global që rritet presioni pastaj ndaj SBA-ve që të tërhiqet. Dhe reagimi i tyre tani ka qenë relativisht rajonal edhe relativisht i targetuar, por që për shkallëzim vazhdo më tutje, sigurisht se po shohim që po afrohen trupa toksore në drejt gjithë Persik për Shtetet Bashkuara të Amerikës, po afrohen marincat. Atëherë rreziku është që ata mund të përdorin edhe forma të tjera proxy. Dhe nuk flasim vetëm për sumet që bëjnë Hezbollah, Hamas, milicit shiite, Hutit, por mund të rritet edhe një rimërkëmbje, po themi, të investimeve për rrjetet e ekstremizmit të dhunshëm islamik në Evropë, që mund ta bëjë akoma më të rënd edhe klimën e turizmit. Dhe ne na prek drejt për drejt kjo. Po ashtu, ne jemi vend i varur nga remitancat. Shumica e banorëve që po themi që kanë ngelur këtu, një pjesë e mirë e tyre po themi kanë sigurisht të ardhurat e tyre nëpërmjet lëmoshës së familjarëve të tyre, dhe nëse ata preken ekonomikisht në vendet e Bashkimit Evropian, ata kanë më pak para për të sjellë këtu. Pra neve kemi edhe goditje të rthorë. Në një fjalë nuk shihni dritë fund tunelit. Jo, e shikoj të vështirë, domethënë nëse kjo krizë vazhdon më tutje, ne kemi sektorin e ndërtimit kryesor. Ndërtimi ynë një pjesë mirë të lëndës së parë merr nga Kina, që do kaloj pikërisht në atë kushticën e Babel Mandebit, do kaloj në Suez për të ardhur këtej. Pra elemente që kanë impakt drejt për drejt, qoftë kosto e naftës, qoftë kosto e transportit detar, qoftë vullneti ndërkombëtar për të udhëtuar për turizëm në kushte e pasigurisë globale. Tëra këto janë që na preken direkte, sepse ne kemi një ekonomi shumë të pashëndetshme, ku sektorët që janë më të qëndrueshëm, më rezilient, që janë sektorët e prodhimit vendas, janë inekzistent dhe që janë sakatuar për shkak të rritjes së forcës së lekut dhe rënies së peshës së euros. Dhe neve jemi të varur nga disa sektorë që janë lehtësisht të luhatshëm në këtë arendë ndërkombëtare. Në fundit, ata që janë konsumatorë që blejnë disa prej banesave tona ende janë diasporë, që atyre ngelen më pak para për shkak krizës që do preki Bashkimin Evropian. Ata do pagojnë më pak edhe për ndërtimin, bashkë se kosto. Pra, në tëra aspektet, nëse kjo krizë vazhdon shumë, ne do jemi ndër më të prekshmit sepse jemi edhe më të pasigurtë si ekonomia, kemi një ekonomi më të pashëndetshme dhe më pak produktive. Të varura nga sektori shërbimi edhe nga sektori jo produktiv siç është ndërtimi. Pra, në këtë aspekt ne jemi të rrezikuar.